Kryeministri Edi Rama priti sot në takim kryetarin e Bashkisë së New Yorkut, zotin Eric Adams. Në një konferencë të përbashkët me kreun e qeverisë, zoti Adams vlerësoi punën e bërë deri tani në Tiranë, ndërsa shtoi se arsyeja e vizitës së tij ishte për të shtuar bashkëpunimin mes New York dhe Tiranës. Me një mik të kahershëm, një mik që kam pasur privilegjin ta njoh fal lidhjeve të tij shumë të forta me komunitetin shqiptar në New York, dhe pas një premtimi të përsëritur disa herë, kryetari i Bashkisë së New Yorkut, zoti Adams, më në fund erdhi në Shqipëri për të vizituar Shqipërinë, për të parë nga afër një vend për cilin sigurisht ka dëgjuar shumë nga miqtë e tij shqiptar, po edhe nga unë, dhe natyrisht për të diskutuar së bashku për atë që mund të bëjmë lidhur me turizmin, dhe duke qenë se kryetari i Bashkisë ka qenë kyç në vendosjen e disa linjave direkte të New Yorkut me vende të tjera për të parë mundësinë e nxitjes e një nxitje ekstra në përpjekjen që ne po bëjmë për të vendosur fluturimin direkt me New Yorkun, dhe duke qenë ai shumë interesuar për teknologjinë, ka shumë dëshirë që të takohet edhe me diellën. So what I was telling, because we don't have a ajo që po ju thoja, duke qenë se translator here, nuk e kemi këtu përkthimin, por nuk dua natyrisht edhe që të përkthehem keq për shtypin që është mjaft i prirur. Po thoja që më së fundi ju erdhët pas një premtimi që e kishit thënë disa herë kur jemi takuar së bashku, kur kemi kaluar kohë në praninë e shqiptarëve të shkëlqyer nga New Yorku. Thash po kështu që jeni mjaft i interesuar që të shihni nga afër atë çfarë keni dëgjuar shumë nga miq shqiptarë, nga unë për Shqipërinë, për historinë e saj, për zhvillimin e saj, dhe po kështu për të parë nga afër edhe mundësitë e turizmit, të teknologjisë, zhvillimet e teknologjisë, po kështu që të shihni nga afër edhe ministren e inteligjencës artificiale që më thatë donit ta shihni, dhe po kështu përmenda që folëm për mundësinë për të përshpejtuar, pra për nxitjen që ju donit bëni për të përshpejtuar atë çfarë ne po e bisedojmë tashmë me aviacionin federal të Bashkuartë Amerikës, që është një linjë fluturimi drejt për drejt nga New Yorku, që do të ishte e jashtëzakonshme, e që në fakt do të sillte përfitime të mira për kompaninë, duke qenë se shqiptarët udhëtojnë shumë dhe janë shumë të prirur që të vinë shumë miliarda dollarë në New York City. Vitin e kaluar 65 milion turistë vizituan New York, dhe dua që ky numër të rritet me vizitorë edhe nga ky vend. Dua të flas, apo më mirë fola, doja të flisja për mënyrën se si duhet marrë me çështjen e migracionit në mbar botën. Dhe natyrisht për të folur edhe për atë çfarë bëhet nga Ministria e Mbrojtjes, por gjithashtu edhe për atë që lejon këtë vend të jetë i sigurt që të tjerët të shijojnë bukuritë e këtij vendi. Pra, jemi angazhuar për të folur me zëvendës ministrat që kanë një portofol mjaft të gjerë për të parë se si mund të krijojmë një marrëdhënie simbiotike, dhe të shohim se si të përdorim disa
disa prej prodhimeve të bëra këtu dhe prodhimeve të bëra në qytetin e New York, në qytetin e New Yorkut për t'u angazhuar në tregti. Është e domosdoshme që të ndajmë 3 gjëra të rëndësishme. Një, biznesi. Do t'inkurajoj, pavarësisht se kush do të jetë kryetari i bashkisë vitet në vijim, për të hedhur syt nga ky vend për mundësitë biznesi dhe anasjellta. E dyta, kultura. Është e domosdoshme që ne të kuptojmë historinë tuaj, ndërkohë që ndajmë historinë tonë dhe që të rinjt tanë më së fundit angazhohen me njëri tjetrin. Dua të ftoj të rinj që të vizitojnë Amerikën, apo kështu të rinjt amerikanë që të vinë të vizitojnë Shqipërinë. Ne duhet të jemi bashkë që të përballemi me sfidat globale, me futjen e internetit dhe të komunikimit. Në internet është e qartë që nuk jetojmë më në një mjedis të veçuar që ndahet në barblogun, por ne ndajmë të njëjtën hapësirë, të njëjtat shqetësime dhe çfarë është më e rëndësishme të njëjtin fat. Kështu që ka pasur shumë spekulime se pse jam këtu dhe çfarë po bëjmë këtu. Arsyeja është e thjeshtë për të përshëndetur një mik, për të mësuar nga një mik dhe për të ndërtuar një marrëdhënie me një miqësi që nuk do të na lejojë që ne të kemi ndasi. Ne do të mësojmë nga njëri tjetri, do të rritemi së bashku ashtu siç bëjmë në New York e siç po bëni edhe ju këtu në këtë vend të jashtëzakonshëm me histori të pasur. Kështu që faleminderit miku im që ma bët të mundur të vija e që të shpenzoja kohë.